Pra jo gjithmonë haku i nderuar im përcillet në formën që ti e sheh të arsyeshme. Haku ka metodën e vet, se si thuhet, sepse mund të bësh keq me të vërtetën e cila kishte për detyrë të bënte mirë. Shkon një ditë prej ditësh, sahabiu i nderuar Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu dhe i thotë të dërguarit të Zotit, o i dërguari i Allahut, ndoshta kurejshitëve ose kurejshët ose i dhujtarët e Mekës, banorët e Mekës, i pengon fakti që jo të gjithë e dëgjojnë Kur'anin famlart, pra kanë dëgjuar për Kur'anin, po jo Kur'anin vetë. Ndaj sikur të më lejoje të shkoja dhe të këndoja Kur'an në mes qafës. Ndaj dhe Abdullah ibn Mas'udi i kërkon pejgamberit leje, thotë Abdullah, ashtu është, por sikur ta merrte përsipër dikush veç teje, sepse ti je pa mbështetje. Pra gjithmonë i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam flet me logjik, flet me arsye, me aktualitet, me llogari. Thotë sikur dikush tjetër veç teje. Dhe Abdullah radhiyallahu anhu ka qenë prej atyre personave që Zoti e kishte begatuar me një zë shumë të bukur në Kur'anin famlar, dhe kjo është dhunti prej Zotit të gjithësisë, nuk është se dikush e fiton. Pra kujt ja ka dhënë Allahu, le ta përdori për mirë. Ai sa veti dërguar i Zotit i kërkonte këtij zotërie të nderuar që të këndonte Kur'an, dhe ai Abdullah i thonte i dërguar i Zotit, si mund të këndoj Kur'an ty ndërkohë që ai ty të shpallur. Dhe në rastin konkret Abdullahu e merr përsipër që të shkonte në mesin e Qabës dhe të këndonte Kur'an. Thotë dhe nisi të lexojë nga surja Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. I gjithëmshirshmi Allahu, ai është i cili i mësoi pejgamberit alayhi salatu wasalam Kur'anin, e kështu me radhë vijoi për disa ajete, duke lexuar, domethënë me zërin e tij tërheqës, por dhe duke medituar ata të cilët e dëgjonin në fjalët të cilat ai i thonte. Mirë po, nuk do të zgjasë shumë, sapo e mbyllë të leximin e pjesës së Kur'anit dhe kthehen në bisha ashtu siç kishin zgjedhur të ishin realisht, duke e sulmuar atë Abdullahun dhe duke e bërë shembull dhe për të tjerët. Kur shkon tek pejgamberi alayhi salatu wasalam i thotë, o Abdullah, pa nuk të thash. Pra jo gjithmonë haku i nderuar im përcillet në formën që ti e sheh të arsyeshme. Haku ka metodën e vet, se si thuhet, sepse mund të bësh keq me të vërtetën e cila kishte për detyrë të bënte mirë.